Kosova është shumë më para me muzikë nga Shqipëria. Nuk është se është e vonshme kjo njohje me Kosovën, edhe prandaj ndihem dhe mirë, edhe ndihem shumë mirë edhe do jetoj këtej. Ndihem shumë mirë edhe gjithmonë jam përkrahur nga gjusit e Kosovës, edhe kanë shumë më gusto se gjusit e Shqipërisë. Kosova është shumë më para me muzikë nga Shqipëria, dhe nëse do të jesh i suksesshëm, duhet të pëlqej Kosova. Po të pëlqeu Kosova nuk je i suksesshëm. Dhe ndihem shumë mirë. Unë jam rrit me shok Kosovës, nuk është se është e vonshme kjo njohje me Kosovën, edhe prandaj ndihem dhe mirë, edhe ndihem shumë mirë edhe do jetoj këtej. Ke vendos me jetu këtu? Pa. Pse, cila është arsyeja? Po se më qetësi. Çka të ofron më shumë se Shqipëria? Ja, më qetësi, është energji shumë pozitive, njerëzit që më rrethojnë janë pozitiv, edhe ndihem mirë. Ku do? Banohesh në Prishtinë apo ndonjë qytet tjetër? Prishtinë, po, në Prishtinë. Unë e di që sonte mezi po presin që ti me dalë dhe me performu në skena. Mundesh më tregu cilat këngë ke përzgjedh? Unë tani a do jetë ky hit i fundit me Davina Zeqiren në listën e performancës? Unë kam përzgjedh hitet e mia më të mira, edhe besoj se publiku, edhe unë është hera parë që dalë në një skenë tillë, edhe kam emocione. Prishmërit janë se do jem më i miri në skenë. Edhe këtë nuk e dyshojmë, edhe është shumë mirë që ju ke rikthy muzikës. Me të vërtetë, keq ka me dhonë, Orfiut është i mrekullueshëm. Një mesazh për gjithë ata që e dojnë muzikën tënde, edhe a do ta kemi Klevion më shpesh në për koncerte, edhe ti shijojnë këto mbrëmjet e verës të ditë. Po, duhet i falenderoj të gjithë që e dëgjojnë muzikën dhe e kuptojnë dhe më përkrajnë, dhe do jem në për koncerte këtë verë, po.